Në kuadër të bashkëpunimit trilateral Itali-Shqipëri-Malizi, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, në bashkëpunim me partnerin shqiptar Bashkia Himar, ka zbatuar një projekt rajonal në fushën e turizmit, duke marrë shembull prototipin e Port Muzeu të Trikase, Itali. Projekti, i cili titullohet Coco Tour, është implementuar si përpjekje për zhvillimin e një forme të re të turizmit, ku mbi të gjitha synon të sigurojë një zhvillim të zgjuar, gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm të komuniteteve bregdetare, përmes zhvillimit të një modeli ekomuze ndërkufitar të përqendruar në turizmin e komunitetit. Zhvillimi dhe fuqizimi i modelit ekomuze vjen si një mënyrë e mirë për mbrojtjen, përmirësimin dhe promovimin e trashëgimisë natyrore, kulturore dhe shpirtërore të komuniteteve bregdetare, aty ku ato ekzistojnë. Pra, modeli ekomuze nuk është thjesht një godinë apo ambient i caktuar, por si një model që përfshin të gjitha llojet e trashëgimive të mësipërme. Kjo me qëllim menaxhimin e zgjuar dhe të qëndrueshëm të aseteve turistike, si dhe promovimin e komunitetit bregdetar në bashkitë Trikase, Himar dhe Herceg Novi. Në kuadër të implementimit të projektit, në datat 24 dhe 25 mars, janë inauguruar ambientet e godinës ekomuze të bashkisë Himar, të cilat gjenden në Himar Fshat, Lagja Kambi. Në inaugurim, ishin të pranishëm përfaqësues të bashkisë Himar, Fondit Shqiptar të Zhvillimit, përfaqësues institucionesh dhe shoqatash, banor të njësisë administrative Himar dhe biznese lokale të zonës. Iniciativa dhe projekti janë përshëndetur edhe nga prefekti i qarkut Vlorë, zoti Flamur Mamaj, si dhe nga komuniteti, biznesi vendas e të tjerë. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Unë jam Irbana, profesorës e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, njëkohësisht menaxhere e projektit Coco Tour, i cili ka sjellë në jetë ekomuzeu në bashkinë Himar, në bashkinë e Herceg Novit në Mali të Zi dhe në bashkinë e Trikazes si një risi për të bërë turizëm dhe për të bashkuar komunitetin në një pikë të vetme. Ju këtu shikoni vetëm një godinë, por në fakt ekomuzeu nuk është thjesht një godinë, por është më i gjerë, sepse është një pikë e takimit të turistit me pasurinë natyrore, pasurinë shpirtërore dhe pasurinë kulturore. Në momentet që ju do të futeni brenda ambienteve, do ta shikoni dhe diferencën midis tyre. Unë do ftoja bashkinë Himar që të thoshe një fjalë prezantuese, meqense ekomuzeu do të jetë nën menaxhimin e bashkisë Himar. Faleminderit. Faleminderit Irbana. Tashmë bashkia Himar ka një hub që mund të shërbej për një turizëm të qëndrueshëm. Është fillimi një instrument që shërben si fillim për krijimin e produkteve turistike të qëndrueshme dhe ekologjike në bashkinë Himarës. Që shpresojmë në mbrojtjet njerëzore të bashkisë Himar ta vendosim njëherë në funksion që në sezonin turistik 2021 dhe ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrjen. Përshëndetje të gjithëve.
Është kënaqësi e veçantë që marr pjesë sot në inaugurimin e Eko Muzeut në Bashkinë e Imarës dhe për këtë dua të falenderoj Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe Bashkinë e Imarës së bashku me gjithë partnerët që iniciuan dhe konkretizuan këtë muze që tashmë unë në bashkëbisedimin e shkurtër që pata me Mirbanën e quajta ekoturizëm. E thash ekoturizëm sepse realisht kjo krain, Imara dhe rrethinat përreth janë vërtet eko dhe si bio që janë duhen vlerësuar dhe duhen zhvilluar që sezoni turistik jo vetëm i vitit që jemi, por edhe viteve të tjera të jetë bazë për të sjellë sa më shumë dhe për të nxjerrë në pa të gjitha vlerat e turizmit shqiptar, por edhe të Bashkisë së Imarës. Unë dua të falenderoj edhe një herë gjithë pjesëmarrësit dhe iniciativa të tilla do të jenë pjesë e mbledhjeve të Komitetit të Turizmit, që unë jam kryetari i Komitetit të Turizmit në qarkun e Vlorës dhe duhet të bëjmë promovime të tilla në të gjithë qarkun. Faleminderit gjithëve. Eko Muze është mundësuar nga projekti Kokotur dhe Kokotur nga anglishtja do thotë Coastal Community Tourism, që do thotë turizmi në komunitet. Projekti Kokotur ka për të mundur jo vetëm realizimin e restaurimit të godinës, por njëkohësisht dhe realizimin e disa produkteve që le të themi në një farë mënyrë është një risi për turizmin. Një prej tyre është dhe storytelling ose tregimet. Sepse të gjitha këto pasuritë kulturore, natyrore dhe shpirtërore të identifikuara në kuadër të projektit janë shfaqur nëpërmjet videove, me gjuhën e shenjave dhe me kodin Braille. Gjithashtu, nuk e di nëse në dorën tuaj ka përfunduar dhe libri i aksesibilitetit, i cili ju i jep një njohuri të përgjithshme për turizmin në komunitet dhe aksesibilitetin në një kontekst më të përgjithshëm, jo vetëm për problemin e aksesibilitetit fizik. Gjithashtu është bërë mundur që të krijohet një network ose një partneritet midis Bashkisë Himar, Bashkisë Herceg-Novi në Malin e Zi dhe Bashkisë të Trikazës. Ky është vetëm fillimi, sepse më vonë këto bashkëpunime do të zgjerohen dhe do të jenë gjithmonë në shërbim të komunitetit dhe biznesit të komunitetit, dhe gjithashtu do të jenë në funksion dhe të zhvillimit të turizmit. Gjithashtu është e rëndësishme të përmendet dhe përdorimi i mjeteve TIC. Ne kemi realizuar një aplikacion ku të tre këto Eko Muze do të qëndërzohen në një aplikacion që quhet Access Point, i cili do të jetë i mundur në telefona dhe do të jenë të paraqitura në 2 dhomat e para të cilat janë të dedikuara Eko Muzeut. Gjithashtu janë edhe tabletat të cilat do të jenë, ose tabletat, laptoput dhe kompjuterat të cilat do të jenë të gjitha në funksion të bashkisë, të komunitetit, të turistëve dhe gjithashtu të studentëve të cilët do të kenë hapësira të dedikuara në katin e gjithë. Për të prezantuar modelin Eko Muze tek të pranishmit, është bërë prezantimi i ambienteve, mjeteve TIC të instaluara, produkteve të krijuara, funksioni i çdo hapësire të brendshme dhe si mbyllje është realizuar mini panairi me disa produkte lokale, si një shembull i mirë për të promovuar turizmin në komunitet. Unë ftoj Bashkinë e Himarës edhe prefektin të lutem. Ky projekt është bërë i mundur gjithashtu si një bashkëfinancim i Bashkimit Evropian në kuadër të ndihmës së para aderimit. Atëherë, për shkak të Covidit, ne do të ecim me grupe për prezantimin e Eko Muzeut. E janë? Ato këto janë ambientet e Eko Muzeut, të gjitha të dedikuara turistëve dhe komunitetit. Videot ose storytelling do të shfaqen këtu, të cilat janë dhe në shqip dhe në anglisht. Një ambient do të jetë në anglisht i dedikuar turistëve, ndërsa ambienti tjetër do të jetë i dedikuar përsëri turistëve, por do të jetë ambienti në shqip. Ashtu është vendosur edhe ikona. Këto tani janë posterat fillestar, secila prej tyre do të ketë nga një sticker, po, ato janë kartolina,
do të ketë një stiker ku secili prej banorëve apo bizneseve do e ketë mundur që të identifikojë dhe të reklamojë biznesin e tij. Atëherë të shkojmë dhe tek ambienti tjetër. Ambienti këtu është i dedikuar studentëve të hotelëri turizmit dhe komunitetit të qenë pjesë e eventeve dhe çdo gjë ta marrin dhe ta përgatisin këtu. Dhe është një mënyrë shumë e mirë për të ekspozuar traditën e ushqimit të zonës së Fimarës. These are environments that will serve more as trainings, vocational trainings, and also to show the tourism guides or packages here. This is the space for meetings. Used by used by also local NGOs for their creation for their activities, which are related to the community and the village near Fimara. Ambienti këtu për fatikisht nuk kemi pasur mundësi, por do të ketë video projektor dhe ka të gjithë teknologjitë edhe mikrofona, çfarë do lloj gjësh duhet nga ti. Kjo do të përdoret si nga turistët të vendas, dhe nga komuniteti për shumë që ka nga bashkia mund të shfrytëzojnë edhe NGO-t. Mund të shfrytëzojnë dhe institucionet tjera. Mund ta mendojmë që mund të bëjmë një mbledhje të Komitetit të Turizmit. Do të ishte shumë mirë dhe një prezantim shumë mirë, keni çdo gjë në dispozicion, ja keni bashkë. Po. Here. Kanë kompjuterën në dispozicion dhe të gjitha pajisjet tjetër. Ajo për shembull do të vendoset në korridor për personat që kanë probleme ose nuk arrin dot të dëgjojnë dhe do të ulet, por duan në zënë të lartë. The microphone, the boxes from Singapore will have problems with all the building is equipped. We see that the visitors are coming. Është një bashkëfinancim i Bashkimit Evropian në kuadër të ndihmës së paratemimit. Ky projekt ka kushtuar në total për të gjitha partneritetet rreth 1.700.000 euro, por për të 3 partneritetet, që të mos i ndajnë me vlerat buxhetore të secilit. Dhe është krijuar një rrit shumë i mirë që shpresoj ka këmbën e mbar për të qenë një shembull dhe për ekomuze të tjera ose iniciativa të tjera. Dhe ne jemi gjithmonë në dispozicion për çfarë do lloj materiali apo orientimi që do kërkojnë të gjitha institucionet që do duan të implementojnë një ekomuze ose një iniciativë të njëjtë. Nëse unë falenderoj Faleminderit edhe ju. Jesi dallandyshja e parë e muzeut në qarkun e Prodhës dhe ne duhet të bëjmë përpjekje përbashkëta që këtë iniciativë ta shtojmë në të gjitha bashkitë që janë Prodhë. Pasi si Mara, turizëm ka edhe në Sarandë, në Vlorë, po edhe në ato zona të cilat janë të lagur në Azia Komunitare. Ne kemi bashkitë të tjera të kanë bashkim vlera historike, arkeologjike, por edhe të traditës të cilat ne duhemi të shfrytëzojmë në jetë kësaj iniciative në të gjithë qarkun. Do të ishte një mënyrë shumë e bukur dhe e lehtësishme dhe për turistët dhe për ekonominë e vendasve. Është for the local economy, all the tourism sources. Na bët partneriteti për të ndjerur Ne këtu jemi gati të ndihmojmë. We have this project. Now we go downstairs. Now we have two important moments. It's the moment of the performance of the local performance group, and then the participants will take the
si Amazona. Luleye, luleta tonë, kur më shkon si Amazona. O moje bukura korkona, luleje, lule kërkona, moje bukura korkona, luleje, lule kërkona. Aman si mbretëresha rinë frona. Shken bive së lere, sa që shken bive së lere, moj lere, amana. Aman më e vela djersa lere, më e vela djersa lere, moj lere, amana. Sa të pateti me valë lere, sa të pateti me valë lere, moj lere, amana. Tha si kur të isha djallë lere, tha si kur të isha djallë. Në ditën e dytë, është bërë prezantimi më i gjerë i projektit dhe modelit ekomuze pranë kryepleqeve të fshatit dhe bizneseve, si një mënyrë efektive për të reklamuar shërbimet ose produktet e zonës, si dhe për të rritur vizibilitetin e pasurive dhe trashëgimive të veçanta të njësisë administrative Himar. Godina Dykatshe është restauruar, duke mundësuar ambientet të dedikuara për të gjithë grup moshat dhe të pajisura me teknologjinë e duhur për turistët, komunitetin, bizneset dhe të gjitha palët e interesit. Kati i parë ka 2 ambiente të dedikuara për turistët vendas dhe të huaj. Në këto ambiente, ata do të njihen me pasuritë natyrore, kulturore dhe shpirtërore të zonës. Materialet e përgatitura do t'jenë lehtësisht të aksesueshme edhe nga personat me aftësi të kufizuara në shikim, dëgjim dhe lexim. Një kuzhinë do t'jetë në dispozicion të studentëve dhe komunitetit për të zhvilluar dhe promovuar edhe më tej traditën e kulinarisë himariote.
Ambientet në katin e dytë janë dedikuar Bashkisë Himar, studentëve dhe nxënësve, si dhe palëve të tjera të interesit për të zhvilluar takime, trajnime e të tjerë. Sigurisht, infrastruktura TIK dhe mobilimi janë të përshtatura për të gjitha palët e interesit. Modeli i bashkëpunimit do të përforcojë qeverisjen ndërkufitare të territoreve të përfshira, duke shkëmbyer qasje, strategji dhe standarde të përbashkët të menaxhimit, duke mundësuar identifikimin, ruajtjen e trashëgimisë dhe zhvillimin e një oferte turistike në komunitet bazuar në diversifikimin, zgjatjen e sezonit turistik jo vetëm 3 mujor. Gjithëpërfshirjen, të rinj, të huaj, persona me aftësi të kufizuar e të tjerë. Cilësinë dhe mundësinë e përdorimit të shërbimeve. Në kuadër të implementimit të projektit në bashkitë Trikase, Himar dhe Herceg-Novi janë realizuar një rrjet dhe model ndërkufitar për ekomuzet, paketa e turizmit në komunitet, pajisja dhe rinovimi i 3 hapësirave për ekomuze në Himar, Trikase dhe Herceg-Novi, mjet etik për përdorim të zgjuar dhe aksesueshmërinë e historive të përzgjedhura nga personat me aftësi të kufizuar. Në kuadër të implementimit të projektit Kokotur në njësinë administrative Himar. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka zbatuar projektin Kokotur në bashkëpunim me partnerët Bashkia Himar, Shqipëri, Organizata Manja Greqia Mare, Itali, Bashkia Trikase, Itali, Agjencia Lokale për Demokraci, Mali i Zi, Bashkia Herceg-Novi, Mali i Zi, partneri asociuar, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, Shqipëri. Ky projekt është bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të instrumentit të asistencës së para aderimit IPA 2, programi Interreg IPA bashkëpunimi ndërkufitar Itali, Shqipëri, Mali i Zi. Pritshmëritë që ky projekt të jetë shumë i mirëpritur nga komunitete dhe vende të tjera bregdetare është shumë i madh. Falënderim i madh shkon për partneritetin e projektit dhe për programin i cili mbështeti implementimin e projektit dhe zhvillimin e modelit ekomuze në komunitetet bregdetare Trikase, Himar dhe Herceg-Novi.